Unë besoj që ka qenë vit i suksesit, nuk kemi pas ramje, po vetëm shtim të eksportit, dhe shpresoj që për çdo vit kemi vetëm ngritje, dhe do të ishte mirë ky takim sot edhe ato që i përmendi ministri, që të jetë edhe një vazhdimsi që këtë sektor ta kemë parasysh pak ma tepër, sepse është sektori ndihshëm, edhe nëse vetë qeveria Kosovës edhe institucionet e kanë gojën plot qysh me bë një balans me rrit eksportit dhe ma pak me importu, atëherë është një mundësi e mirë e institucionet. Në fungo janë të rregull 12 punëtor, ndërsa gjatë sezonës punësohen ma tepër se 100. Edhe çka është e rëndësishme, se nëse institucionet e përkrahin këtë sektor, e përkrahin vendet rurale, sepse në Prishtinë në asfalt nuk mund të bëhen këto, po përgjithësi këpurdhat, mjedrat, manaferat, drezat e egra, bimë mjekuse ndodhen në viset rurale, kështu që në mënyrë indirekte përkrahet edhe popullsia asaj zone, dikush punësohet në mënyrë direkte, dikush si vjelc apo si grumbullues në mënyrë indirekte, megjithatë të gjithë punësojmë. Unë du me marë, zotëri Ler, vetëm një shembull. A është ma mirë me përkrah këta prodhues edhe këta eksportues që çojnë mall, çojnë produkte jashtë Kosovës dhe sjellën holla. Sa keni eksportuar ju vitin e kaluar, vitin 2017? Dikon arrin vlera rreth 1 milion euro e eksportit. Eksporte? Po. Muj me thonë lirisht që kompania Fungo, SHBK, 92.10% e ka eksport, vetëm 8%, 7.90% është shitje në tregun vendor. Dhe vendet e rajonit, por sidomos në Evropë, i stimulojnë, i shpërblejnë kompanit si kur Fungo që dalin zbërthejnë kufit që shesin jashtë vendit respektiv. Jo vetëm shtetet e BE-s që stimulojnë, po edhe vendet e rajonit i kanë shumë lehtësira për prodhues, ndërsa në Kosovë është mjerisht është e kundërta. Për shkak se eksportuesit nuk stimulohen as sa dohet dhe ka metoda mjaft të mëdha. 17 vite e kemi kalu luftën. Unë mendoj që përmes janë tash dokumentacione, është databaza, nuk do të më të investojmë në për grande, të marrë se tash vetëm janë filtru, dihen kompanisë të cilat janë ka eksportojnë dhe ato që kanë dështu. A ke pas ndonjëherë dorën e shtrim nga Ministria e Bujqësisë? Përmend donatorë që kanë ndihmuar, ndërkaq Ministria e Bujqësisë sa kanë ndihmuar? Të them të drejtën, ka qenë ndihmë, po nëse marrë në krahasim shumën e eksportit mbrana vitit për 1 milion euro, edhe të them se ka investu 12.000 euro, ajo është as 1% nuk është nuk më unë... Kafet me nxesit. Sigurisht që po. E për çka keni nevojë tash? Keni apliku për ndonjë grant tash? Na kemi apliku në vazhdimsi me certifikimin, do të mi plotësu edhe disa kërkesa tjera. Se nga fakti kur një kompani certifikohet, tregu evropian lyp vazhdimsi i risi. Shembull, pjesëmarrja jona për panajire e shohmi se tharja që bëhet e këpurdhave që e kemi bërë para 10 vite, 15 viteve, sot teknologjia ka hecë shumë përpara, kemi një tharje të produkteve me ngrirje të thellë. Çka do thotë duke e ruajtur edhe më tepër po. E kemi si objektiv që të hecmi edhe të kemi po, është e kushtueshme. Sigurisht është investimi i tharjeve këtyre produkteve me vakum ka shumën rreth 500.000 euro, dhe ato janë një kosto, një investim i pa përballueshëm për kompaninë.